Pavioni onkologjisë në Spitalin Rajonal të Korçës është kompletuar me pajisjet e nevojshme për trajtimin e pacientëve, fal një donacioni me 5 poltrona të rinj për kimioterapi. Me mbërritjen e tyre të 2 dhomat e trajtimit disponojnë tashmë 10 poltrona, duke përmbushur standardet bashkëkohore të cilësisë, sigurisë dhe komoditetit për pacientët. Reparti është plotësisht i kompletuar, janë 10 poltrona moderne të standardeve europiane. Përveç poltronave kemi dhe donacionet të tjera që janë mjaft të rëndësishme për pacientët tanë, pompa për infuzion të kimioterapive, AG për pacientët që janë me porta qendrore dhe shumë materiale të tjera. Me këtë donacion, shërbimi i kimioterapisë në Spitalin Rajonal të Korçës është tashmë i kompletuar dhe në të njëjtin nivel me pavionet onkologjike të spitaleve të tjera rajonale dhe më gjerë. Kjo do të përmirësojë ndjeshëm kushtet e trajtimit dhe do t'u ofrojë pacientëve një shërbim më cilësor pranë vendbanimit të tyre. Fatmirësisht, të gjitha këto donacione kanë bërë repartin me standarde më të mira se çka qenë bashkëkohore, siç mund të ofrojnë dhe vendet fshinje si Greqia, Italia ose vendet e tjera të rajonit. Donacioni është mundësuar nga shoqata Albanians Fighting Cancer me mbështetjen e fondacioneve dhe donatorëve në Shtetet e Bashkuara. Kjo nuk është hera e parë që shoqata kontribon për Spitalin Rajonal të Korçës, duke mbështetur vazhdimisht përmirësimin e kushteve dhe shërbimeve për pacientët.